Kështu ke shkru. Dua Lipa shkarkon nga detyra menaxherin e saj sepse kishte bën një fushatë të dytë kundër një bendi pro-palestines. Po e mbaj mend këtë. Po. Po normal, Dua Lipa mbahet dihet botërisht për çndrimet e saj pro Palestinës, po. Edhe normal, edhe unë kisha shkarku një menaxher timin i cili punon prapa shpinës time edhe i cënon ato bindjet e mia personale. Po. Bashkëpunimi mes njerëzve bëhet me që kanë mendime, qëndrime të njëjta për një çështje. Ky është bashkëpunimi. Interesi i bashkon njerëzit. Nëse unë ti nuk kemi interes për bashkë, sepse interes nuk është veç parja. Absolutisht. Interes është edhe biseda. Unë ti mujna me bisedu për film. Domethënë filmin e kemi interes. Edhe mujna me bashkëpunu. Nuk kemi interes për bashkët, ne nuk takohemi. Shumë thjesht. Është interesant që Dua Lipa për krajën ndaj Palestinës edhe pse u ka zhvilluar perëndim edhe se e di, kjo është pak çudi për kosovarët, nuk po duam i do kosovarët edhe në vetin e kosovar, po cilët e di hezitojnë me fol për Palestinën, e di ka daleve se këto s'ban tash me marr nënat perëndimit tani këni. Po jo, më shumë që po folin për Palestinë janë perëndimor, që po ndodh në Spanjë, Itali, në Spanjë, Itali, në Francë, në Angli. Ata janë perëndimor. Po valla. Mas shumë ti jo musliman janë e kanë ngrit zonin, po flas për protesta. Ata di pse, ata e bëjnë sepse ata e kanë bindje, ata demokracinë, e lirit dhe drejtat themelore të njerëzit, për ata janë bindje edhe aty nuk ka kompromis. Nuk durojnë padrejti. Po, nuk durojnë padrejti. Çka jam të thon, më fal që po ndërprej. Hoxha Bekiri ka thënë një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kish pas thon, haditha kjo. Romakët janë një popull të cilët nuk e durojnë padrejtinë ndaj mbretërit e vet. Domethënë i ka lavdruar evropianët e Saudit pejgamberi për çkit sifat, për çkit, domethënë që nuk e durojnë padrejtinë. Po ne nuk guxojna, sidomos ne shqiptarët, me shfaq standarde dyfishta, sepse ne kemi përjetu atë që e përjeton populli në Gaza. Sidomos ne. Po. Edhe shumë çudi se shembull në Gaza jetojnë edhe të krishterë në Palestinë. Edhe ata janë viktima të sionizmit. Nuk janë vetëm muslimanë. Edhe ne kur e mbështesim popullin e Ukrainës, unë ku mba për të rëtë World, unë ku mba storje, unë jam angazhu në përmjet të rëtë Worldit, që ku mba një kronik, është një tjup njerëzit, më në me pa, që refugjatët Ukrajines, që janë më qëni, me pas drejt të punës, sepse ata kur erdhën këtu, unë ku bisedu me Ukrajines, ata më thanë, ne kemi arë këtu në më qëni, ne nuk e dim ku do të përfundon lufta, ne nuk dëshirojmë mëshirë, ne nuk dëshirojmë sadaka. E qartë. Nuk dëshirojmë të bëjmë bare juaja. Dëshirojmë të punojmë. Ne dojmë drejta me na mundsu shteti me punu. Edhe pa ta shku me zëvendësministrin e punës dhe politikës sociale, pa ta bisedu. Tash nuk e di çka ka ndodhur më tutje, po domethënë e ke zhvilluar këtë temë. Domethënë nuk guxojmë me pas standarde dyfishta me na udhim Palestina, me na udhim të Ukraina, mes me na udhim Palestina. Ke parasysh? Po. Sepse drejtat janë universale. E qartë. Nuk përkufizohen me etni, me fe, me territor. Dhe kjo është pojente se kena mu kthi prapë të Palestina. E kthehemi pak gjithmonë kur du me diskutu që këtë më keqe, dhe di pse. Unë i përmejnë emrat e përveçëm, s'ka problem, ti mundesh mos më përmejnë, është ai profesori Blerim Latifi, ai islamofobi, i cili kur si vjet kur ndodhi Sunny Hill festivalin, fillim. Dole tha, ja, kështu kena me përpëru, jo, sigur Taliban, jo, si asi. Sa filloj festivali dole ti Free Palestine. Edhe ti e pa të shku. Edhe ti pa të postu t'i shka ti. Lidhe me këtë qështë. Ama, qëre pa të postu edhe për një hoqë. Po. I bonë dy paralele. Po, dy paralele. Njani ke, qëre, për qëto njerja shumë me rëndësi me kom parimor. Që Dua Lipa parimore. Dua Lipa bëndi qa e shajnë besimtar të thojza musliman. Apo, e kritikojnë. Bëndi qa që ti nesër si besimtar i liften. Edhe të kundërtën. Edhe pat atë dit, po, ky shambull që e përmenet e që apostrofove, pa shkruj që
ditën e parë të festivalit, kjo është një goditje e rëmë për talibant. Këtë talibanizmin është përfaqës si primitivizëm. Po kur thojnë taliban dhe me primitiv. Një talibant jeni, muslimant jeni primitiv. Edhe të nesërit, kjo e demantoj. Edhe e nxjerri flamurin e Palestinës, Free Palestine. Edhe nuk e di që ka reagu ma. Jo, së reagoj hiç. Ajo, okay. Që ka me reagu? Shuplak. Pat një hoqë, ditën e parë, tha Sani Hell. Edhe ditën e dytë, dush me livdu. Dush se ka Free Palestine. E për shëta, qëre u kanë edhe një, i pata komentu një reperit, se dja e ka lecutësh. Më duket është kjo pika e 6. Edhe ai pa shkruajt Sani Hell. Edhe këti hoqës i pata shkruajt në koment. Abe, s'kini nevoj me e qujtë Sani Hell. Pse po e qujtë Sani Hell? Qarit, përveç mlefit edhe revoltës. Edhe ti bash sebeb, që ata kanë me ta sha ty fen, kanë me ta sha Zotin, kanë me ta sha pejgamberin. Pse diçka qenjt për tyne, jeti asha. Jeti asha, po. Ti folën përgjithësia, më mos folën me emra, po, e qartë. Po. Për çdo thash fillim, bënu parimor, se kur je parimor, ka marrë dita që për çdo parime ti ke mu shpërbly. Kanë me çmu njerëzit. Po ti nëse nuk je parimor, atëherë bjen kontradikt me vetveten. Po. Edhe masnej, edhe në të ardhmen kjo ka me pas pasoja. Pse? Pse njerëzit, për të njerëzit s'keme kanë shumë i besueshëm, se prindron qëndrimet brenda 2 ditëve. Po, Ma jetë një vi.